Horoskopi i muajit E. Muaji maj vjen me energji të reja, mundësi të freskëta dhe një ndjenjë rilindjeje për të gjitha shenjat e horoskopit. Është një periudhë ku shumë gjëra fillojnë të marrin drejtimin e duhur, sidomos nëse ke qenë duke pritur një ndryshim apo një shans të ri. Universi këtë muaj favorizon guximin, vendosmërinë dhe besimin në vetvete. Në këtë pjesë të parë do të përqendrohemi tek gjysma e parë e shenjave, duke sjellë parashikime pozitive dhe motivuese. Muaji maj do të jetë si një dritë jeshile për ty, pas një periudhe ku mund të jesh ndjer i bllokuar ose i pavendosur. Tani fillon një fazë ku gjithçka lëviz përpara. Energjia jote natyrale rikthehet fuqishëm dhe kjo do të të ndihmojë të marrësh iniciativa të rëndësishme. Në aspektin profesional mund të shfaqet një mundësi që në fillim duket e vogël, por në fakt ka potencial të madh. Mos e nënvlerëso. Dikush mund të vërej punën tënde dhe të jap një shans që e ke pritur prej kohësh. Në dashuri, gjërat bëhen më të qarta. Nëse je në një lidhje, komunikimi përmirësohet dhe do të ndihesh më i kuptuar. Nëse je beqar, një njohje e re mund të lindë papritur, por do të ketë një energji shumë të fortë që në fillim. Ky është muaji për të vepruar, jo për të pritur. Remi. Maj është muaji yt dhe kjo ndjehet në çdo aspekt të jetës. Do të jesh më i sigurt në vetvete dhe më i qartë për atë që dëshiron. Energjia pozitive do të të rrethojë, duke të ndihmuar të tërheqësh njerëz dhe mundësi të mira. Financat përmirësohen gradualisht. Mund të marrësh një shpërblim, një rritje page ose një ide që të sjellë të ardhurë shtesë. Është momenti i duhur për të menduar për stabilitet afatgjat. Në dashuri, lidhjet bëhen më të thella. Nëse je në një marrëdhënie, mund të mendoni për hapa më serioz. Nëse je vetëm, një person që hyn në jetën tënde këtë muaj ka potencial për diçka të qëndrueshme. Fjalë kyçe për ty, stabilitet dhe rritje. Ky muaj të sjell reflektim, por në një mënyrë pozitive. Do të fillosh të kuptosh më mirë veten dhe drejtimin që dëshiron të marrësh. Edhe pse nuk është një muaj shumë i vrullshëm, është jashtëzakonisht i rëndësishëm për të ndërtuar baza të forta. Në punë mund të përgatitesh për një ndryshim që do të ndodhë në muajt e ardhshëm. Mos u nxit, çdo gjë po vendoset në vendin e duhur. Në dashuri do të ndihesh më i ndjeshëm dhe më i hapur emocionalisht. Kjo do të të ndihmojë të krijosh lidhje më të sinqerta dhe më të thella. Besoj i procesit, jo çdo gjë duhet të ndodhë menjëherë. Gafoja. Maj është një muaj i bukur për marrëdhëniet dhe shoqërinë. Do të ndihesh më i lidhur me njerëzit përreth dhe kjo do të të japë një ndjenjë sigurie dhe gëzimi. Në aspektin profesional, bashkëpunimet do të jenë çelësi i suksesit. Mos u përpiq të bësh gjithçka vetëm, ndihma e të tjerëve do të të çojë më larg. Në dashuri, energjia është shumë e ngrohtë. Nëse je në një lidhje, mund të përjetoni momente të bukura dhe të paharrueshme. Nëse je beqar, dikush nga rrethi yt shoqëror mund të fillojë të të shohë ndryshe. Ky është muaji për të hapur zemrën. Për ty, maji është një muaj suksesi dhe vlerësimi. Do të ndihesh më i motivuar për të arritur qëllimet e tua dhe do të kesh mundësinë të tregosh aftësitë e tua. Në punë mund të marrësh një rol më të rëndësishëm ose të besohet një projekt i madh. Është momenti yt për të shkëlqyer. Në dashuri mund të përjetosh një rikthim pasioni. Marrëdhëniet bëhen më dinamike dhe më emocionuese. Nëse je vetëm, një person me energji të fortë mund të të tërheqë shumë. Mos ki frikë të marrësh vëmendjen që meriton. Ky muaj sjell zgjerim dhe mundësi të reja për ty. Mund të jetë një periudhë ku mëson diçka të re, udhëton ose eksploron horizonte të reja. Në aspektin profesional, një ide që ke pasur prej kohësh mund të fillojë të marrë formë. Mos dysho në veten tënde, ke më shumë potencial se sa mendon. Në dashuri, gjërat bëhen më të lehta dhe më spontane. Mund të ndihesh më i lirë për të shprehur ndjenjat e tua. Vazhdojmë me pjesën e dytë të horoskopit të muajit maj, ku energjia pozitive vazhdon të rrjedh për të gjitha shenjat. Ky muaj nuk është vetëm për ndryshim, por për përmirësim të thellë emocional, profesional dhe shpirtëror. Maj është muaji i balancës së rikthyer për ty. Pas një periudhe me luhatje, tani fillon të ndihesh më i qetë dhe më i sigurt në vendimet e tua. Do të kesh një qartësi mendore që të ndihmon të zgjidhësh çështje që të kanë shqetësuar prej kohësh. Në punë mund të marrësh një ofertë interesante ose të përfshihesh në një projekt që të jep më shumë stabilitet. Bashkëpunimet janë shumë të favorshme. Zgjidh njerëzit e duhur dhe rezultatet do të jenë të shkëlqyera.
Në dashuri, marrëdhëniet harmonizohen. Nëse ke pasur tensione, tani është momenti ideal për pajtim. Nëse je beqar, një person shumë i balancuar dhe i qetë mund të hyjë në jetën tënde. Fjalë kyçe, harmoni dhe vendime të mençura. Ky është një muaj transformimi pozitiv për ty. Do të ndjesh një forcë të brendshme që të shtyn të lësh pas gjërat që nuk të shërbejnë më. Është koha për të rilindur në një version më të fortë të vetes. Në aspektin profesional, mund të ndodhë një ndryshim që në fillim të tremb, por në fakt do të çojë drejt një rrugë më të mirë. Beso procesin. Në dashuri, emocionet janë të thella. Marrëdhëniet bëhen më intensive, por edhe më të sinqerta. Nëse je vetëm, një lidhje e fortë dhe magnetike mund të fillojë papritur. Ky është muaji për të mos u kapur pas së shkuarës. Maj sjell energji lëvizjeje dhe aventura për ty. Do të ndihesh i frymëzuar për të bërë diçka ndryshe. Qoftë një udhëtim, një projekt i ri apo një ndryshim në stilin e jetës. Në punë, kreativiteti yt do të jetë në maksimum. Idetë që sjell do të vlerësohen dhe mund të hapin dyer të reja. Në dashuri, gjithçka bëhet më spontane dhe e bukur. Nëse je në një lidhje, mund të përjetoni momente të reja dhe emocionuese së bashku. Nëse je beqar, mund të njohësh dikë gjatë një udhëtimi apo aktiviteti të papritur. Mos e kufizo veten në universit të do në lëvizje. Ky muaj sjell stabilitet dhe rezultate konkrete për ty. Të gjitha përpjekjet që ke bërë më parë fillojnë të japin fryte dhe kjo do të jap një ndjenjë kënaqësie të madhe. Në aspektin profesional, mund të arrish një objektiv të rëndësishëm ose të marrësh një shpërblim për punën tënde. Është momenti për të ndërtuar diçka afatgjatë. Në dashuri, marrëdhëniet bëhen më serioze dhe më të qëndrueshme. Nëse je në një lidhje, mund të mendoni për hapa të mëdhenj së bashku. Nëse je vetëm, një person me vlera të forta mund të tërheqë. Fjalë kyçe, sukses dhe qëndrueshmëri. Maj është një muaj ndryshimesh pozitive dhe ideve të reja për ty. Do të ndihesh më kreativ dhe më i hapur ndaj eksperiencave të reja. Në punë, një ide që duket ndryshe mund të jetë pikërisht ajo që të çon drejt suksesit. Mos ki frikë të mendosh jashtë kornizave. Në dashuri do të kërkosh më shumë liri dhe autenticitet. Marrëdhënie që të lejojnë të jesh vetvetja do të forcohen. Nëse je beqar, mund të tërhiqesh nga dikush unik dhe interesant. Ky është muaji për të qenë vetvetja pa kompromis. Maj sjell një energji të butë dhe shumë pozitive për ty. Do të ndihesh më i lidhur me intuitën dhe kjo do të ndihmojë të marrësh vendime të mira. Në aspektin profesional, mund të gjesh një mundësi që përputhet me pasionet e tua. Ndiq atë që të bën të ndihesh mirë, do të çojë në drejtimin e duhur. Në dashuri, ky është një muaj shumë romantik. Marrëdhëniet bëhen më të thella dhe më të ndjera. Nëse je vetëm, mund të përjetosh një lidhje që të prek emocionalisht. Beso ndjenjave të tua, ato nuk gabojnë. Muaji maj është një periudhë shprese, rritje dhe energjie pozitive për të gjitha shenjat. Çelësi i suksesit këtë muaj është të jesh i hapur ndaj ndryshimeve dhe të besosh në veten tënde.